Policia e shtetit do të ketë një njësi të re të dedikuar për krimet mjedisore. Lajmi u bë i ditur nga Ministri i Punëve të Brendshme Besford Lamadhari gjatë një takimi me drejtuesit vendor të Policisë së Shtetit në 12 qarqe. Në fokus të takimit ishte edhe menaxhimi i situatës së zjarreve, ku ministri së bashku me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënder Hita kërkoi një qasje më proaktive nga strukturat e policisë, ndryshe nga praktikat e ndjekura në të kaluarën. Njësia e re pritet të ketë një rol të veçantë në evidentimin dhe hetimet e veprave penale që lidhen me dëmtimin e mjedisit, përfshirë edhe rastet e zjarreve të dyshuara si të qëllimshme. Ne nuk mund të qasim krime mjedisore si vepra do si do të rastit. Vetëm zjarret të vit, dëmi është i pallogaritshëm. Si në fondin pyjor, sa vite, sa gjenerata i duhet atij fondi pyjor të rikuperohet. Sot Europa mbar flet për krimet mjedisore. Ne nuk mund vazhdojmë të konsiderojmë prerjen e pyjeve apo lavatricët e lumenve, ndërtimet e palishme që bëhen aty dhe çdo kush i shef. Përveç se kur bëhen peskate i kanë ngel me vonçatin dhe ne pas e reagojmë, duhet absolutisht një qasje proaktive. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hita kërkoi nga drejtuesit vendor me më shumë angazhim dhe garantimin e sigurisë publike, sigurisë rrugore dhe sigurisë zetare. Kreu i policisë u ndal dhe te koncepti performancës së strukturave policore, sipas tij, performanca nuk lidhet vetëm me rezultatet e arritura në terren, por edhe me mënyrën se si punonjësit e policisë sidhen dhe komunikojnë me qytetarët. Hita theksoi se mënyra e komunikimit me qytetarët dhe median është gjithashtu pjesë e rëndësishme e performancës së policisë. Takimi vjen në një periudhë kur vendi po përballet me një numër të lartë zjarresh, ndërsa autoritetet kanë shtuar vëmendjen ndaj parandalimit, identifikimit dhe shkaqeve e përgjegjësive për dëmtim të mjedisit.